por sido që ta perceptojnë dhe sido që ta gjykojnë, ajo ngjarje duhet hetohet, hetimi duhet të jetë i plotë dhe duhet mbyllet një herë e mirë, duke dalë tek përgjegjësitë e palëve që morën pjesë në këtë ngjarje. Në atë kohë ka pasur një trajtim, ashtu se tha dhe në rastin e organizatorëve të kësaj ngjarje. Ka pasur një grup, siç thoshte ambasadori i kohës, të shkëputur nga turma me hunjë dhe me sendet forta, të cilët nxitonin për të arritur në objektiv. Ka pasur një trajtim dhe një sulm të egër ndaj strukturës policore dhe punonjësve të policisë në pamje të forcë poshtruese ndaj tyre, por thamë që policia e shtetit ka pasur perimetrin e jashtëm, jo të brendshëm, dhe këtu ndahen pastaj po themi përgjegjësitë institucionale në formën e organizimit të strukturës siguruese të një objekti të rëndësishëm veçantë siç ishte dhe vazhdon të jetë kryeministria. Pra policia kishte pjesën e jashtme, mbajtjen e turmave, mbajtjen në kontroll të personave të cilët kishin qëllim caktuar djegje, shkatrim apo ndërhyrje brenda strukturës, dhe pjesa e gardës i kishte rrethimin e brendshëm ose sigurinë e brendshme. Kemi 4 vrarë, sigurisht janë vrarë marrë zjarri dhe si e tillë, tu fillon dhe ai që themi marrja në pyetje e gjithë personave të cilët kanë dieni apo strukturat përgjegjëse të sigurisë. Sigurisht fillon me kryeministrin e vendit, duhet vi tek ministri i brendshëm, duhet vi ke drejtori i përgjithshëm i policisë, tek komandanti i gardës dhe deri tek strukturat poshtë. Mungojnë ato çfarë në atë kohë mund të ndihmonin shumë në zbardhjen e ngjarjes, pamjet filmike, është aluduar shumë për fqirje apo jo. Serveri është kërkuar të rikthehet për të pasur një informacion ose për të krijuar dinamikën dhe gjë do të kishte një ndihmë më të madhe, po themi, për hetimin e asaj kohe, për pamjet filmike të kamerave të sigurisë që ishin përreth dhe brenda kryeministrisë. Ka mundësi teknike softa? Ka mundësi teknike që ai server që është fshir dikur të rikthehet sot me zhvillimin e teknologjisë, inteligjencë artificiale? Shiko, për të kuptuar qytetarët, serverat ose videoregjistratorët ose serverat e sigurisë mund të rikthehen me teknologjinë e avancuar, por jo 100%. Mbi 80% informacionit mund të rikthehet në servera, por këtu ka dy gjëra. Nëse nuk ka goditje fizike, pra nuk kemi përdorim të dëmtim fizik, dhe e dyta nëse nuk është ndruar, po themi, kjo pajisje, dhe e treta nëse pamjet e këtij regjistrimi ndoshta koha e gjatë, prej 14 vjetësh, nuk e di sa mund të ketë ndikuar në të njëjtën pajisje për të përdorur teknologjinë për rikthimin e tyre. E qartë. Çollakuna, nëse këtë është lënë gjatë kjo histori dhe prej kësaj kohe nuk ka pasur informacione çfarë ka ndodhur me fatin e asaj video, meqense është kërkuar dhe ekspert huaj, nuk e di është çuar për ekspertizë jashtë, por apo ardhur ekspert huaj në vend, por nuk ka informacion, nuk ka pas transparencë dhe nuk ka pasur një informacion publik apo ne vetë për ditur gjendjen e kësaj të videoje apo të kësaj pajisje regjistruese. Faleminderit softa. Çollaku, nëse mund të ndihmosh ky server që u sekuestrua atëre, qëndron ende sot kësaj dite si një provë sekuestruar i shërben Spakut, nëse kemi si informacion, sigurisht se kanë kaluar shumë vite, dhe tjetra, çfarë ndodhi me aktin, me zërin e regjistruar që u çua, le të themi, si një provë për çështjen e Alex Nikës, që u dërgua dhe nga kolegu Artan Hoxha në Spak, është ekspertuar, ka dalë diçka? Ky është problemi, le të themi, këtyre materialeve filmike të regjistruara për të cilat duhet provohet autenticiteti dhe originaliteti i materialit dhe i lëndës së cilën bazën e të cilës pastaj duhet bërë veprime të tjera hetimore, por videoregjistruesi për ato serveret e kryeministrisë pothuajse nuk është folur fare, është folur vetëm ekzistenca dhe mungesa e pamjeve të mëvonshme kur është tentuar le të themi të merren nga ekipet hetimore. Materiali video i regjistruar pra e biseda mes garës dhe kjo nga sa unë kam marrë vesh dhe lexuar edhe nga kolegët edhe çfarë është përcjell, laboratori që ka struktura e posaçme nuk është i përshtatshëm për shkuar drejt një ekspertize, le të themi, cilësore, që të shërbente më pas edhe për prokurorët dhe për oficerët e BKH-s për veprime të tjera që rrjedhin, le të themi, pasi është dëgjuar persona, teksti, porosi, jo, çfarë ka pasur ai dialog dhe sa i shërben hetimit për të shkuar tek emrat e tjerë, personat e tjerë, natyrisht si thamë drejt softa, kushdo
që është rreth kësaj ngjarje, që nga kryemi i vendit asaj kohe dhe kryeministri aktual, pra edhe ata që kanë qenë, le të themi, drejtues institucion, ministri i brendshëm, drejtor garde, drejtues policie, të gjithë njerëzit e sigurisë, pra të rendit, edhe organizatorët, të gjithë duhet të jenë përballë ekipit të hetimit, përballë prokurorisë, të gjithë duhet të dëshmojnë. Pra duhet të kenë gatishmëri dhe të ofrojnë vetveten, nuk duhet asnjëri të jetë, le të themi, refuzues ndaj ftesës së strukturës posaçme. Cilë që pretendimet që ka prokuroria sot, ai rikthim për të vetuar, kjo ngjarje nuk do të shkojë si 2 prilli i 90-s që ka 40 vjet që vetëm përmendet dhe nuk di asgjë rreth saj, dim vetëm 4 të vrarë, dhe atëherë kishte 4 të vrarë. Edhe ajo ishte një vrasje me nuanca të ngjashme, le të themi, shtetërore, por për të kthyer tek incendiare 2 prilli kanë pika takimi, por kanë pika ndarje. Ajo nuk është hetuar pothuajse fare, ndërsa kjo ka episode hetimi, ka njerëz të dënuar. Natyrisht mbyllja e hetimit është një detyrë sa morale, aq ligjore, aq e domosdoshme për drejtësinë e një lloj testi i saj. Por do shkojmë në një ngjarje deri në fund ku çdo qofshin njerëzit e përfshirë brenda saj. Pra këtë përgjigje ata duhet të japin shqiptarëve. Në tërësi si e shikon Çollaku? E shikon si realisht një hetim i cili u imponua për shkak të vendimit të gjykatës lartë, për shkak të vendimit që mori Strasburgu që e quajti krim shtetëror, dhe SPAK u detyruar që për hir të kësaj të bënte këtë hetim, apo shikoni realisht një hetim real që duan të zbardhin këtë vrasje? Unë thash edhe më herët, dhe shoh me të drejtë që ka edhe nuanca politike kjo, kur situata të nxehen dhe ka dhe ngjarje shumë të rënda siç ka sot në Shqipëri. Kemi zëvendës kryeministër pandehur. Kemi mafia shqiptare e cila është lidhur në pushtetin që tenton të vrasë prokurorin e mbretit, prokurorin federal në Belgjik, në Bruksel. Kuptoni, dhe sipas lajmeve që vijnë i kanë ndjekur me shumë mendje ata që vijnë nga kolegët belg, holandez, francez që shkruajnë gjërësisht për këtë ngjarje të rëndë, ata donin të përhapin panik në Evropë. Pra ky është mesazhi një grupi kriminal, një grup mafios, pra deri tani janë 8 të arrestuar dhe 18 pastisje në banesa të ndryshuarve, dhe ngjarje shumë e rëndë, ngjarje të tjera që vijnë nga krimi organizuar, nga trafiku që ne tashmë edhe jemi njohur, ajo e rinasit dhe në kulmin e këtij presioni juridik që shkon me adresë qeveritar, pushtet, duhet e një valvur shërben atyre që të rikthehet. Nuk është nevoja të presim këto ngjarje që unë përmenda për të hetuar incendiare. Ajo me kohë duhet kishte marrë një përgjigje definitive nga gjitha shkallët e gjykimit në Shqipëri. Edhe për ata që autorët dihen, edhe për këto që sot familjarët e të ndjerit kërkojnë një autor. Është e drejta e tyre, është ngjarje shumë tragjike. Humbja e jetës është përtej çdo limiti. Mund të ketë asnjë lloj justifikimi nga askush. Dile thuaj nuk kam prova, nuk e hetoj dot, por duhet të shkojë prokuroria e përgjithshme, duhet të shkosh pra ish prokuroria, ish presidenti, të gjithë ata që kanë qenë në këto institucione, të prokurorët dhe gjyqtarët që kanë marrë vendime, se mund të kenë veprime që nuk kanë kryer dhe mungesa e veprimeve të kryera është element personale mos veprimi. Pra secili prej tyre duhet të shfaqet me racionin e përgjegjësisë së tij. Okej, faleminderit Çollaku. Si përfundim softa, pyetja është pak a shumë e ngjashme me ato që i bëra Çollakut, prisni që këto hetime të çonë rezultate konkrete, prisni që të thirren të gjithë organizatorët, pra i bie që sot të thirret kryeministri Rama, që nuk ka shkuar asnjëherë në dyert e SPAK-ut. Pra shikoni një hetim real pavarësisht nuancave politike që u dhat në fillim, pra që është dhe çështje politike në fund të ditës. Është një provë e madhe për strukturën e posaçme, kjo ngjarje, për shkak jo vetëm të ndjeshmërisë dhe peshës saj, për shkak zvarritjeve të këtij procesi, por njëkohësisht edhe për shkak të besimit nëse do të jetë i shtuar apo i zvogëluar ndaj kësaj strukture. Kjo se kjo çështje do të kalojë siç ka kaluar dhe herë të tjera, do të mbyllet vetëm me ata persona të cilët i mbajnë ato përgjegjësi, them hetimi do të jetë i plot për të rritur dhe besueshmërinë e publikut ndaj kësaj strukture. Tu flasim për një zinxhir përgjegjësisht që fillon thash nga kryeministri i vendit dhe gjithë zinxhiri deri poshtë. Por ka një ligj për armët, për përdorimin e armëve, edhe në rastet e turmave apo në rastet e sulmeve ndaj objekteve të njërësie të veçantë, dhe përgjegjësia është edhe individuale. Nuk mund t'japësh edhe nëse do të jetë një urdhër, i kundërligjshëm nuk mund ta zbatosh. Nuk mund ta zbatosh sepse këtu fillon përgjegjësia penale ndaj drejtuesit gardë, qoftë dhe një punojës i policie. Nëse mua do të japësh një urdhër, qelloje për të vrarë, nuk do të qelloj. Prevenon ligji, nuk prevenon urdhri. Dhe këtu pastaj thash, kjo nuk do të thotë se nuk ka përgjegjësi dhe përgjegjësia nuk mund të shkojë deri tek një person që ka mbajtur dhe ka pasur pushtetin,
por thash që prevalon ligji dhe nuk prevalon urdhri. Për shembull, edhe unë kam pasur objekte të rëndësisë veçantë, kam kaluar një periudhë shumë vështirë në 97-ën, kemi përdorur armë në ruajtjen e një institucioni, që ka qenë radio-televizioni, por ka prevaluar ligji, jo urdhri. Në kohën kur ishte drejtori i policisë së Tiranës. Të rëndësisë veçantë. Ruajtjen e objekteve të rëndësisë veçantë, flasim për radio-televizionin shtetëror. Në atë periudhë që ishte edhe lëvizja për referendumin, në atë kohë që një grup i ramatosur prej 30 personash, të veshur bashkë me drejtuesin e lëvizjes politike të asaj kohe për referendumin, pretendenti për frën, armët, uniforma, nga sheshi deri tek arritja te Komisioni Zgjedhor dhe tendenca për të bërë gry shteti për të marrë nën kontroll radio-televizionin shtetëror. Dhe ka qenë një veprim që sigurisht kam qenë i përgjegjshëm në mënyrën se si kam dhënë urdhra dhe i kam zbatuar ato urdhra për të ruajtur këtë institucion. Rasti konkret, lutem softa, nëse do zbatoj ligji, nëse ju pretendoni që keni zbatuar ligji, ju në atë kohë keni qenë drejtori i policisë Tiranës. Unë kam qenë drejtues, kam qenë kryetari i degës ruajtjes dhe sigurisë objekteve të rëndësishme veçantë. Okej, atëherë keni qenë në tjetër moment. Atëherë, nëse i zbaton të gjitha, le të themi, ligjet, do ndodhte 21 janari siç i keni zbatuar ju atëherë? Po nuk do të ndodhi, sepse në qoftë se një ushtar i gardës ka qelluar e lëm urdhrin, flasim për ushtarin apo për oficerin, apo kush ka përdorur armën, arma është shumë e qartë në cilat raste përdoret dhe në cilat raste nuk përdoret. Nuk mund të qellosh, po themi në turm, nuk mund të qellosh kur veprimi nuk është real, kur veprimi nuk është i atë çastëm dhe kur mjetet e tjera kanë shtëruar për të ndaluar një sulm të cilin do të krijojë pasoja si për djegjen, shkatrimin e pronës, po ashtu edhe për dëmtimin e personave të cilët janë rasti i kryeministit apo institucioneve apo personave të tjerë të cilët ndodhen brenda këtij institucioni. Pra, rasti konkret nuk ishim në një situatë kur përdorimi i armës mund të shkaktonte atë që ne pam në bulevard. Por kjo është e parë nga media, kjo do të jetë analizë. Analizë do të thotë duhet parë nëse është shkrepur nga ajo armë apo nuk është shkrepur nga ajo armë. Se në atë kohë ka pasur dhe shumë aludime ose disinformacione. Për shembull është qelluar në afërsi nga një çadër pistolet, për çfarë s'ka thënë, çfarë janë thënë në atë kohë për të krijuar një lloj amullie. Dhe i takon strukturës hetuese, e cila duhet të japë prova, qoftë edhe ato balistike, janë bërë prova balistike, është gjetur arma që ka qelluar atë protestuesin, nga cili ka ardhur drejtimi, pra gjitha këta janë pjesë e timit. Pastaj vim tek urdhrat dhe kush ka dhënë urdhrat dhe ke zinxhiri, i cili mban përgjegjësi lidhur me masat e sigurisë, por edhe me protokollin e sigurisë të një institucioni. Faleminderit edhe softa. Mirë, Çollaku, nëse ke diçka shkurt për ta përmbyllur përpara se të kalojmë tek çështja tjetër? Kjo çështje ka kohën në disfavor, le të themi 14 vite është një element që nuk i favorizon hetimin, edhe ekspertizat e kryuar mbi predhën që është gjetur në trupin e Alex Nick ka shkuar disa herë jashtë, do të shkojë pra, do të rishkroj, pra nuk kemi ende element cilësor të hetimit që të çojnë aty ku duhet. Dhe kjo do të thoya që bën përgjegjës edhe të gjitha ata prokurorë, të gjitha ata oficerë policie që janë marrë me hetimin, të cilët o duhet të ishin mendjendarë dhe flas profesionalisht, duhet ta kishin ndarë mendje që me këto të dhëna, çfarë kemi? A ka pasur njerëz që kanë penguar drejtsinë, a ka pasur njerëz që kanë ndihmuar dhe ky rikthim hetimor pas 15 vitesh me shpresë të fundit të mos lënë më dilema hapur, do të ishte në ndër e të gjithë prokurorëve, por kam bërë edhe herë, ajo çështje, le të them, më tepër e lën kështu e pambyllur, është përdorur si shpërblyese për shumë njerëz të drejtësisë, ndoshta ata kanë bërë çoka dikujt, favore dikujt. Okej. Faleminderit të Çollaku. Mirë. Ne kemi tjetër çështje që do të ndalemi, do të flasim sigurisht për vrasjen atentatin që ndodhi në Rinas. Dy të vdekur Gilmando Dani dhe Muçi Shaliani, i cili ndërroi jetë disa ditë më pas për shkak të plumbave, të cilët kishin kapur pjesë jetike në trupin e tij, por duket si situatë e cila ka kompleksuar sigurisht hetimet për shkak të natyrës së ngjarjes, le të themi nivelit të eksperiencës që në duke u tregua dhe nga atentatorët. Dhe unë, Çollaku, duke qenë se ju kam prerë të parë në sken krimi, do doja ta nisim bashkë këtë bisedë. Pikës pari si e pat ju ngjarjen, shkurtimisht sigurisht kjo pjesë, dhe ndoshta për të folur pak për kush mund të jenë autorët, kush mund të jenë grupet e interesuara për të eliminuar Gilmando Danin.
Ajo çfarë kam nga përvoja le të themi shumë ngjarjeve të përmasat së natyrë del që autorët ose mungojnë ose pas shumë vitesh del në skenë një dyshuar i mundshëm. Besoj se jemi në rrethana të njëjta për shkakun edhe se aktorët e përfshirë edhe viktima, por edhe të dyshuarit e mundshëm hynë në botën e grupeve të forta radikale të krimit që kanë prodhuar shumë ngjarje të ngjashme le të themi në Shqipëri. Elementet që e përbëjnë, që e shtojnë rëndësinë e zbardhjes, por dhe peshën e rëndë të ngjarjes, ka të bëjnë me vendin ku ndodhi, mënyrën si ndodhi dhe personat e përfshirë. Le të themi, rine si është aeroporti kombëtar, vendi i sigurisë kombëtare. Dhe në këtë rreze, në këtë gjeografi të ndodhjes së këtij krimi kaq të rëndë, është shënuar jo thjesht siguria e atij udhkryqi, atij aeroporti, por siguria kombëtare aty ka, le të themi, ne pretendojmë së paku që të jenë elementet e ruajtjes të shërbimeve të shumta që duhet të ketë pranë këtij institucioni sigurie, dhe të gjitha këta mund të jenë sigurisht të paralizuar ose të kontrolluar. Pastaj tek shoqëruesi i viktimës, që më pas u shndrua dhe viktimë vet nga goditjet e marra, pra një agent i mbikëqyrjes policore, që është një strukturë kontrolluar nga Ministri i Brendshëm dhe presupozohet që të jenë individ që kanë një të shkuar të pastër në raport me veprat penale dhe me përfshirjen në krim, por nuk na del pa përvojë një emrim, le të themi, dyshim që mbetet pjesë e timore, por njëkohësisht në shërbim të elementeve kriminal. E këtij kontingjenti me emër, le të themi, në Tiranë për dekadash, dhe ai le të bëj, ishte bërë shoqëruesi, ishte bërë shoferi, ishte bërë informator, ishte bërë gjithçka e tij, dhe kjo tregon, le të themi, atë elementet kriminal brenda policisë së shtetit që janë pjesë edhe shumë dosjeve të strukturës posaçme, dhe niveli besueshmërisë pastaj tek policia e shtetit dhe institucioneve ku ne shohim që ka prokuror, ka gjyqtar, ka oficer policie që janë pjesë e grupeve kriminale dhe u shërbejnë atyre, apo nxjerrin kontingjent të tjerë në policë siç ka në dosje të tjera, kjo le shumë për dëshruar, dhe siguria pastaj është një problem që sa vjen thellohet mungesa e saj dhe jo oferta e saj. Kjo lidhje, elementi kriminal, policia, mënyra e rekrutimit, pra ka shumë element denoncues kjo ngjarje, përveç faktit që dy shënjestrat humbën jetën dhe ekzekutorët, pra në dukje ashtu siç u sollën, siç vepruan, siç organizuan, dukeshin se ishin nga një botë stërvitur kriminale, mund të jetë ushtarake apo policore, më herët, por mënyra e veprimeve të tyre kishte shenja nga sa janë përcjell, që ata I përkisnin një fushë ushtarake të stërvitjes, por kriminale të ekzekutimit. I ke parë në të tjera ngjarje këtë grup? Nuk mund, dëgjoj, është shumë e vështirë të bësh profetin dhe fallxorin në këtë, sepse duhet shumë kujdes, nuk mund të përcaktosh nëse kjo mënyrë ekzekutimi, kjo mënyrë qytje, kjo mënyrë sjellje e autorit të dyshuarit, atij çfarë ne pam, ka qenë në një vrasje tjetër në Tiranë, një vrasje tjetër në Porrethë, sipas videove që kanë përcjellë dhe kolegë dhe media të shumta. Unë çmoj se është një ngutje nëse do ta saktësoja që këto e kam parë në këtë vend apo në atë vend, por ajo çfarë rezulton, le të themi, ekzekutori të paktën lindë të kuptojë që ishte njëri I stërvitur për atë çfarë po bënte. Por osi kush mund ta jepte? Kush ishte interesuar? Një grup I cili I vendoset një gjop, një grup I cili pengohen bizneset në terren? Ande, ka shumë ngjarje të cilat këtë grup, pra ishte krau I djathtë Emilian Shullazin, pra njëri që është në qeli dhe I njohur I botës krimit, me shumë ngjarje në 25 vite, ndoshta 30 në Tiranë dhe në Shqipëri, janë shumë përballje, shumë përplasje me shumë grupe dhe ka pasur edhe gjobvonje, si shtat ju, ekzekutime, dhe nuk mund të ndalosh tek një emër I veçantë, një grup I veçantë, për sa kohë një numër jo I vogël ngjarjesh rrotullohen rreth këtyre individëve dhe secili prej tyre mund të ketë pasur, le të themi, përpjekjen për të larë hesapin, për të hakmarrë, për të ndëshkuar, janë shumë element, hipoteza dhe pista, dhe unë besoj që është në dhënat e drejtanishme është vështirë të ndalosh vetëm tek njëri binar. Okej, faleminderit Çollaku. Softa, ndoshta ndalemi pak së bashku tek vendi ku u zhvillua ngjarja. Kemi folur për çështjen e sigurisë, aspektin e sigurisë, duke qenë se është aeroporti ndërkombëtar I Rinasit, ku zbresi figura, le të themi, të ndryshme nga president, ish presidenti amerikan George W. Bush e tjerë. Mera tani,
Sa është perimetri sigurisë në aeroportin e Rinasit? Si monitorohet ky perimetër sigurie dhe deri ku shkon roli i policisë së shtetit? Pra munde apo jo që parandalojë kjo ngjarje?